Padyshim që në këto zgjedhje zhvillime më të mëdha ka në LDK, në fakt këtë bashkimin me Vjosës me LDK. Para disa ditësh kur e bënim një analizë paraprake e ceka që të LDK-ja kanë me konvokon këtë debati i madh, një për shkak të prurjeve të reja që potencialisht ka me pas rritje me presidentën Vjosa Osmani, dhe dy për shkak të hezitimit të bazës apo të një pjesë të madhe të LDK-s që ka këtë hatërmbetjen. Dhe ky debat po vazhdon. Tani është nëse arrijet të harmonizohen qëllimet dhe përbashkohen deri në ditën e zgjedhjeve mund të kapitalizohet jashtëzakonisht shumë dhe të arrijnë rezultate të mirë. Përndryshe nëse shkon me këtë frymë mendoj që do të një grup do të del përmi tjetrin dhe nuk do të ketë shumë rritje ashtu që më pas pritje. Po padyshim që kemi jashtëzakonisht domethënë ka ndryshime, rrisime të mëdha kjo listë sepse është bashku me presidentën Vjosa Osmani me një listë të saj rreth 20 vetave. Normal se shumica janë të ricikluar në parti tjera, po që e gjenë shtratin në lidhjen demokratike. A funksionojnë këto dy grupe të ndryshme që janë pak a shumë në një konkurrencë të brendshme? Nëse bizotron aspekti pragmatik ish dashme, sepse për pragmatik